Sinjal pozitiv vjen nga Brukseli për procesin e integrimit evropian të Shqipërisë. Pas përfundimit të shqyrtimeve për raportin i bar në nivel teknik në COELA, shtetet anëtare të Bashkimit Evropian kanë avancuar tashmë në një fazë tjetër. Bëhet fjalë për vendosjen e agjendë të qëndrimit të përbashkëm të përkohshëm të BE-s për grup kapitullin e parë, të njohur si themelorët, në mbledhjen e Korper 2, që do të zhvillohet më 22 maj. Ky zhvillim konfirmon se dakordësia në nivel teknik mes vendeve anëtare është arritur me sukses mbi bazën e vlerësimit të bërë nga Komisioni Evropian. Dosja tashmë kalon për shqyrtim politik nga ambasadorët e vendeve të BE-s pranë Unionit. Grup kapitulli i parë konsiderohet më i rëndësishmi në metodologjinë e zgjerimit, pasi përfshin çështje kyçe si shteti i së drejtës, funksionimi i institucioneve demokratike dhe reformat në administratën publike. Progresi në këtë grup kapitull përcakton edhe ritmin e përgjithshëm të negociatave të antarësimit. Nëse Korper jep dritën jeshile politike, hapi i radhës pritet të jetë miratimi formal në nivel këshilli, që mund të realizohet përmes një konferencë ndërqeveritare mes BE-s dhe Shqipërisë. Ndërkohë, miratimi i barit për Shqipërinë i hap rrugë nisjes së procesit për mbylljen e kapitujve negociues. Procesi i integrimit evropian funksionon me disa hallka të njëpasnjëshme, nga vlerësimi i Komisionit Evropian te dakordësia teknike në COELA, më pas miratimi politik në Korper dhe në fund vendimi final nga Këshilli i Bashkimit Evropian.